Dhe jemi rikthyer në Shizon Air në 100 FM në Top Albania Radio dhe jemi me Kedin. Dhe tani unë do futem pak tek portokallia se e kam shumë qejf. Kedi, sa kohë bëre ti në portokalli? Për mua është viti 4 në portokalli, që i bie diku te sezoni i 7. Po, më përpara ti ke thënë që ka qenë ëndra jote për të qenë pjesë e portokallisë. Tani që po jeton ëndrën tënde, çfarë ke për të thënë? Është bukur kur ndjet ëndrat edhe i arrin. Po kush është ëndra radhës? Tani besoj se të gjithë aktorët kanë ëndër Hollywoodi, unë kam përshtypjen. Kështu që tani Hollywoodi ëndër është se di do ta kapim ndonjëherë në jetë, po që po përpiqem. Inshallah. Ta shohim në Hollywood. Ne ta urojmë normalisht. Inshallah. Personazhi yt aktual se ka emrin Tyson. Shiko, frymzuar nga diçka personale apo Tysoni është një personazh i krijuar kur un kam punuar në një program tjetër, edhe ishte një dyshe që do bënim Tyson dhe Muhabet Ali. Nuk është se ka ndonjë lidhje specifike emri me personazhin, po që i shkon. Edhe është bërë kjo. Po ti a ke lidhje vetëm me personazhin? Personazhi është krijimi im 100% edhe shumica e gjërave që kanë ndodhur, që kam folur me Tysonin janë historitë e mia shumicën e kohës. Po, dikur kam pasur si çdo i ri dhe unë një periudhë që konsumoja çaj abuzuar me lëndët narkotika. Po, unë kam mbaruar Universitetin e Arteve dhe në atë periudhë ishte trend që të shpirti se do zhvutej në botën e përdonim nga këto ose të fusin në për. Akoma me këto mendosi ikin, mendoj unë. Nuk e di a ikin, unë për veten time stërvitem me boks. Ti i bie që një periudhë në thonjzat të erët e ke marrë dhe ke kthyer në komedi. Po sepse të paktën ajo që përdorja unë është për komedi. Okej. Kështu që Po duke qëndruar pak te Portokallia, doja të të pyesja që si kur bëre pjesë në Portokalli, si e gjende ti veten tënde, si të pritin aktorët, si ishte, si eksperiencë? Me disa prej tyre njihesha dhe jashtë Portokallis, më pritën shumë mirë, mos bëhem kështu. Kisha ato frikrat se ças dëgjonin për Portokallin, jo aty të çajin, jo janë kështu. Kujt ja kishe frikën më shumë? Nuk është se kisha ndonjë person frikën specifikisht, po. Kush ta jepte më shumë që. Por ata ishin shumë komod, domethënë, edhe shumë të dashur, më kam ikpritur. Mbaj mend vetëm që daljen time të parë në Portokalli, kur kemi kënduar atë himnin e famshëm të Portokallis. Kisha një jetë që ndëroja dhe isha aty. Po më suportu si kush të zhdukur ty ose që të ka suportuar me të vërtet më shumë se pjesa tjetër e aktorëve? Un kam pasur me Salsanon e kisha si fillim Tysonin, dilja, si ta quajmë, dialog me Salsanon dhe tregoja gjithë historitë e mia dhe Sala ishte i pari që kisha kontakt në aspektin profesional. Gazi po ashtu, Ledjoja po ashtu, familja Stari po ashtu, të gjithë. Po nga familja jote, kush të ka mbështetur më shumë në rrugën e artit? Domethënë, unë sot jam këtu ku jam për shkak se unë kam realizuar ëndrrën time dhe të mamasime dhe ime më ka qenë gjithmonë mbështetja ime kryesore në këtë sa e bukur. Në këtë rrugë. Po mirë, cili është personazhi yt i preferuar që ti e luan me qef? Pse përveç Tysonit? Brenda Portokallis. Po, po mendoja. Ta them unë të preferuarin tim që më pëlqen shumë Edi Ramën kur e luan tipën bo. Okej, Edi Rama është i vështirë si personazh, po mundohem ta bëj më së miri. Kam çka të bësh ndonjë pjesë të vogël tani? Po, zëri një herë. Po, te zëri di që e kam absolut kur jam poshtë, kur filloj bën. 3, 2, 1. Çfarë do të them Menxhi? Thuaj dhe do përpiqem të flas në mënyrën se si ti e meriton të përgjigjem. Dëgjues të Top Albania Radio, sot kemi të ftuar në studio kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Unë të meriton një duar trokiti. Jo, nuk është Edi Rama, punë në bicikletë. Ulo, është personazh i Unë me personazhin e Edi Ramës vuaj shumë se Mont Lakoja, grimeri ynë, nuk e kursen fare atë Vino Vili, gjithë si çfarë është ai.
Kjo është vuajtja ime më e Ne për madhe. shembull kemi një kështu, Kedi Angie bën vokset, me që ti na e ke ndjekur edhe sa herë Angie bën vokset, e vetmja gjë që shqiptarët thonë që fajin e ka Edi Rama. Çdo pyetje që delte bën Angie, e kupton? Edhe tani nuk e di kur të shohin këtë pjesë, më thonë ja, e morë këtu. E morëm kastile që të na prishin punë. Po mirë, po ndonjë sekret i vogël që është aty brenda portokallis që publiku nuk e di. Çfarë sekreti do më lël? Një thashë e them. Zënk. Që se dim ne këtej në anën tona. Ima, ku? Shiko, Anaj çifta, anaj gjë për romantike. pjesën e zënkave në portokalli normalisht do ketë zënka se janë në të mirë të punës. Çdo gjë ndodh në aspektin e punës, jo personal. Kurse për këto aty janë të gjithë persona publik, ne kemi jetën të dukshme, kështu që Publike. ça dini i dini. Po mirë, do na tregosh një sekret tëndim, pra. Cila është ajo batute e Tysonit që ty të ka shpëtuar jo një herë, por shumë herë nga situatat e tua të cikletshme ndoshta në Shiko, skenë. duke qenë se Tysoni është në konsumin e marijuanës gjithkohës, edhe unë kur harroj tekstin, bëj sikur është pjesë e gjës. Do të thënë që ta Edhe ku e lashun, ku e lashun që kam ikur, si jam aty. Tani të gjithë do e kuptojmë, pra. është Nëse më do mund të thjeshtë. bashkëpunoje me një aktor nga e kaluara, cili do ishte? Që ka qenë pjesë e portokallis. Po. Ndështë të preferuarit e mi në portokalli, ka qenë Gazi dhe vazhdon të jetë, Ledio Lakoja. Me Gazin e kam arritur pjesën, kishim një numër shumë të suksesshëm komshint. Me Ledio nuk kam luajtur që të kemi një sezon bashkë, kështu që me Ledio do kishte qenë mirë. Mbetemi pak te Edi Rama, personazhi i Edi Rama. që ka lidhjen shumë të fortë se Ku do të dali? Je takuar ndonjëherë personalisht me Edi Ramën, domethënë ke pasur ndonjë mesazh, ndonjë, ku di unë. reagim te Edi Ramës. Jo, nuk kam pasur, kam përshtypjen që ai është artist edhe normalisht nuk i pret keq këto gjërat, kështu që Po mirë, personalisht se kam Ti takuar ke ndonjëherë. tentuar ta ftosh si personazh në portokalli? E kemi një mendim së bashku me Eugjini, nuk dua ta ftoj si Rama se do dukem keq unë se jam një 50 cm më poshtë se ai në gjatësi. Por e kemi një si mendim tani. Po ti ishe Edi Rama me vërtet. Për shembull sot, çfarë do thojë një gjë që në rolin e tij që dohet ta dëgjonte publiku? Po ma bëj me zërin e Ramës. Po normal. Qa do doja unë të thoshte Edi Rama sot? Po të ishe Edi këto Rama ti pyetje sot. do na I përgjigjesh. vërteti. Domethënë, me këto pyetje që po të bëjmë tani, mund të na përgjigjesh me zërin e Edi Ramës? Okej, në Është e fund. mundur? Okej, në fund do t'u pres faturën. Fatura kalon nga Destiana. Kështu që s'ka ke parasysh ç'a mund një gjë që do doja unë. Shiko, neve kemi plak të madhe për momentin në shoqëri që është largimi i të rinjve Emigracion. dhe mundësitë e pakta për të rinjt për të punuar, kështu që ajo që mendoj unë që është e rëndësishme është që prej ditës së nesërme Shqipëria do të jetë akoma më mirë se Zvicra dhe prandaj i ftoj të gjithë të rinjt kudo që ndodhen të kthehen në Shqipëri, sepse Shqipëria është vendi i ëndrave. Këtu vdesin që gjithmonë, nuk është se na the diçka të re. Tash unë po them, si do ta mendoja unë si Po qa kemi. thot ai Korça do bëhet kryeqytet? Këtë mund ta mendoj. Po mendoja do thoshe paga minimale 1 milion lekë të vjetra. Po shiko, nuk Ëndra është se shqiptarëve. Te Nuk është se thot ai. është me të thënë, po shpenzimet janë shumë të larta, kështu që besoj se edhe 1 milion lekë janë pak. Galin, okej, vazhdojmë me Okej, e tjetrën. bëjmë pak. Çfarë do bëjmë? Jam E bëj pak më interesante. Je Rama, unë jam moderatorja, do më thuash një këshill si Rama. Se si më thash ju që kisha për të folur si Rama. Me këpo fjet kush do të thoshte la la la, s'ka s'ka. Po flisja me regjin, një këshill që do t'jep unë si Rama. Ishte pak më me stil, mendoj. Po të tek kryeministri jon. Jam i atë, kjo direkt me thik në xhep, kjo për të çfarë? Jo, nga që ka stil vetë. Unë që ai, pres këshilla sugjeronte. Po çfarë do t'jap unë si Rama si këshill? Po ndodhen klasike me shapka me çorape. Po Nuk mirë. nuk di çfarë do të them Lali, më blokove me këtë pyetje. E lam pa fjalë, gjë Po që mirë, si rrallë mund të kryeministër ndodhi. i momentit, çfarë batute do përdorje për të bërë për vete publikun? Po
çati thua, shati botit, ai Po, është aq është karizmatik si individ sa atë ka armën e vet më të fortë mendoj. Ti isha unë kryeministri. je kryeministër tani. Çfarë batute do përdorësh për të bërë për vete publikun? Batutën që do përdor unë për të bërë për vete publikun. Po jo, do t'ju jap lek. Ne ta vito apo që mbajmë të gënjeshtrën. Ai do ta patura, vllai, që i thotë Ti më trem kur më shikon tash. Do të kesh frika kjo që do them. Atëherë ti je Rama dhe un jam zonja Linda Rama, zonja e parë. Dhe dua të di çfarë fjalësh romantike do të më thojë pas një dite të lodhshme me zërin e Ramës. Me që ishe dhe romantik. Kam pasur një ditë të vështirë. Ata bufa të PD-s më kanë lodhur. Por ti je çlirimi im i mbrëmjes, çlirimi im i ditës, dhe je arsyeja pse unë jetoj. Dhe pas ti fjalime ka të ndjenjë. Po them kalojmë publicitet dhe rikthehemi përsëri në studio.